Në teritorin e bashkisë Tepelen ushtrojnë aktivitetin e tyre 118 subjekte të mëdha dhe rreth 350 të vogla, sipas të dhënave për vitin 2024. 60 nga bizneset e mëdha rezultojnë debitor me një vlerë prej rreth 12 milion lekësh, ndërsa 150 biznese të vogla kanë detyrime që kapin shifrën e 10 milion lekëve. Në bashkinë Tepelen ushtrojnë aktivitetin 118 subjekte SHPK ose bizneset të mëdha dhe rreth 350 subjekte persona fizik, nga të cilat për vitin 2024 rezultojnë 60 subjekte debitor SHPK me vlerën 12 milion lek dhe persona fizik 150 me masën 10 milion lek. Nga sektori tatim taksave në këtë bashki apelohet për shlyerjen e pagesave pasi detyrimet në kohë vonese shtohen me kamat. Tani me fillimin e vitit 2025 kemi filluar njoftimet e detyrimeve për gjitha subjektet dhe për detyrimet e prapambetura. Ju bëjmë apel subjekteve të shlyejnë detyrimet e prapambetura pasi detyrimet e prapambetura vazhdojnë me kamat vonesa. Drejtoria e tatim taksave të bashkisë Tepelen thekson rëndësinë e ndërgjegjësimit për pagesat si një detyrim ligjor, por edhe si një kontribut për funksionimin e shërbimeve publike.